U arrestua pas operacionit antidrog, Kanyaman reagon. Çfarë droge? Nëse do t'ishte vërtet, nuk do t'isha liruar aq shpejt. Aktori turk Kanyaman ka reaguar pas lajmeve për arrestimin e tij gjatë një operacioni antidrog në Turqi. Përmes një postimi ironik në rrjetet sociale, ai mohon çdo përfshirje në situatë të tillë dhe nënvizon se lajmet janë të pabaza. Yaman ka shpërndar disa foto nga Koloseu në Rom duke treguar se ndodhet në Itali dhe ka shtuar se shtypi turk ka qenë gjithmonë i ashpër me të. Aktori thekson se është i lirë dhe se nuk ka pasur asnjë problem ligjor, duke e qetësuar ndjekësit e tij dhe duke ironizuar mbi pretendimet e medias. Ky reagim shërben për të hedhur poshtë spekullimet dhe për të treguar se lajmi për arrestimin e tij nuk ka patur bazë reale. I dashur shtypi italian, shtypi turk ka qenë gjithmonë i keq me mua, por kjo nuk është asgjë e re. Por jo ju lutem, mos bëni të njëjtin gabim duke kopjuar lajmet që vijnë nga Bosfori. A mendoni vërtet se po bredh nëpër klube me drogë gjatë një kohe kur policia po kryen hetime të gjera dhe po arreston shumë njerëz të famshëm? Nëse kjo do të ishte sadopak e vërtet, nuk do t'isha liruar kaq shpejt dhe nuk do t'isha në gjendje të kthehesha kaq shpejt në Itali. Ju dua të gjithëve, shkruan aktori në Instagram.